World Cup. Përshëndetje të respektuar dëgjues, dashamirë të sportit, po e fillojmë edhe një tjetër emision special që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botror të futbollit që tashmë po mbahet në SBA, në Kanada dhe në Meksik. Është emisioni i radhës që po e realizojmë drejt për drejt në valët e Radio Kosovës, por njëkohësisht po transmetohet edhe në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook. Ju të cilët nuk e keni bërë follow Radio Kosovën mund ta bëni një gjë të tillë dhe në këtë mundësi keni që krahas zërit, audios, keni mundësi të na shihni edhe me pamje në këtë studio të improvizuar në Radio Kosovë që enkas e kemi përgatitur për kampionatin botror të futbollit. Ju që po i shikoni këtë skenografi dhe këto pajisje sportive, falenderojmë shumë Vlera Sport e cila na ka mundësuar që sot dhe në këtë kohë sa është kampionati botror ti kemi këtu në këtë studio të improvizuar. Unë jam të Montaçi Nikoqiri juaj, do të jemi së bashku deri pak para orës 14. Është një ekip i gjerë tashmë që e mundson në realizimin e emisionit të sotëm, special kushtuar kampionatit botror ekskluzivisht në Radio Televizionin e Kosovës, respektivisht në Radio Kosovë. Shpejtim Saliu, pastaj Driton Bunjaku, kemi organizatorin Remzi Mustafa, kolegu Fatos Preniqi dhe një ekip i gjerë që mundsojnë realizimin që të kemi një ton të pastër dhe natyrisht pamje të mirë. Sa për pamje, që na ka dhënë Zoti, kështu jemi siç jemi. Shumë jam i nderuar që sot kemi dy panelist, dy mysafir të jashtëzakonshëm ekskluzive në krahun tim të djathtë. Ndoshta nuk ka shumë nevojë për prezantim, është Afrem Muqiqi, këngëtar i ynë i mirënjohur dhe natyrisht ish futbollist dhe pothuajse krahas muzikës gati tërë jetën ja ka kushtuar të futbollit. Afremi se erdhe në Radio Kosovë. Faleminderit shumë, mirë se jeta juve edhe gjithë dëgjues të Radio Kosovës. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Faleminderit. Në krahun tim të majt është Fehmi Sejdiaj, na nderon nga Oslo e Norvegjisë, fotoreporteri i sportit që asnjëherë nuk i ndahet sportit dhe kombëtarës së Kosovës në futboll. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Edhe për juve vlen shtëpia juaj është shumë e madhe kjo derë. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për dëgjuesit e juaj. Ka koinciduar që ti jesh në pushime dhe natyrisht më një herë ke pranuar ftesën. Gjithsesi, për ty gjithmonë edhe faleminderit shumë. Do të fillojmë me kampionatin botror dhe me rezultatet që tashmë janë në zhvillim e sipër, po zhvillohet gjiroja e dytë, gati po përfundon edhe gjiroja e dytë. Vjen ajo faza nxehtë. Para nxehtë. Afrem, s'ka nevojë për prezantim duke e ditë që krahas muzikës, gati tërë jetën ja ke kushtuar futbollit. Ke kom thonë se di sa herë, po përsëris prapë do më thonë edhe sporti edhe muzika vëlla e motor, nuk do më thonë sporti, kultura, jenë të lidhura njëna me tjetrën edhe kështu që dashte nuk mundesh me ik asaj, është dhuntia e Zotit është mirë kur një njeri e don edhe sportin edhe artin. Dy ambasadorët më të mëdhenj të kombit, të cilët e prezantojnë shtetin si shtet si në aspektin kulturor, po ashtu edhe ato sportiv. Kështu që është kënaqësi të jem te ju në emision dhe të thash edhe para emisionit, po them edhe publikisht që ka marrë me dëshirë më të madhe për shkak të nivelit edhe për shkak të reputacionit që ka edhe Radio Televizioni i Kosovës, në përgjithësi, domethënë televizioni publik edhe radioja, edhe kur bëhet një bisedë edhe një analizë me një nivel të duhur sportiv e kulturor, atëherë nuk hezitoj asnjëherë. Ndërsa pa dashur me ofendu askën në disa emisione të cilat nuk lavelen, besom në që nuk e hupi kohën më shku. E them me sinqeritet të madh, let më merr kush çysh ndan. Sigurisht është gjithmonë është kënaqësi të kemi në studio dhe do të bashkëbisedojmë duke marrë parasysh që tashmë i kemi parë pothuajse të gjitha skuadrat, po i shohim edhe ndeshjet e dyta. Fatkeqësisht Kosovën nuk e kemi. Jemi duke e përjetuar rënd se si një Kosovë me pak fat nuk arriti ta kaloj Turqinë. Unë po mendoj që nuk duhet të zhgënjehemi sepse ne Kosovën e kemi, pavarësisht se fizikisht nuk jemi në kampionatin botror. Unë mendoj që arritja kombëtarës sonë është absolutisht e jashtëzakonshme. Dëshira jona është të tifozëve gjithmonë që ta kemi edhe kampion bote e Evropë, pse jo, mirë po në duke pasur gjitha rrethonat në të cilat kemi kaluar si shtet, atëherë unë mendoj që është një sukses i jashtëzakonshëm, po pavarësisht se Kosovën nuk e kemi fizikisht, unë mendoj që kemi shqiptarë që na përfaqësojnë densisht në kampionatin botror. Duhet jemi krenar me Granit Xhakën, i cili e ka përfaqësuar pavarësisht që ka ngjyrat e shtetit
Zvicran, unë mendoj që është përfaqësim i den i gjithë kombit shqiptar kudo që jeton, vetë prezenca e Gjakës në këtë moshë, si një lider i vërtet, si një kapiten i skuadrës së Zvicrës, i cili gjithmonë na përfaqëson si shqiptar. Pa dashur me bë diferencë Kosovë, Shqipëni, Preshev, Çamëri, Malzi, Maqedoni e tjera, unë po mendoj që kombi shqiptar ka përfaqësues të vet. Edhe ne duhet të mburremi, edhe unë për vete si sportist, që gjatë gjithë jetës ja kam kushtuar edhe sportit dhe kulturës, më me thonë që absolutisht e ndi veten sikur se me qenë Kosova dhe Shqipëria të dyja të bashkë në këtë kampionat botror. Cilat kombëtarët ka bindë më së shumti deri tash, duke marrë parasysh që ikim e parë tham. Me thonë të drejtën, nuk kom pas mundësi të shikoj të gjitha mirë, po ato që unë i kom pa, domethënë duke i hek këto ekipet e mëdha që gjithmonë secili e thotë që janë pretendent, jo Spanja, jo Gjermania, jo Brazili, jo Argentina, jo Anglia, unë po mendoj që kam me pas befasi, kam pas thonë në kampionatin e kaluar që një Maroko do shkojnë në derën e gjysmëfinale, gjithë kanë qesh, po unë po them prap, Maroko ka me qenë njëna prej këtyre, Japonia gjithsesi. Unë mendoj që derën e gjysmëfinale do të jetë sigurt, mirë po tash fillon ajo faza që e the pak më herët e parlanzet që nuk dihet sepse ala kombëtarët e mëdha nuk janë takuar mes veti, edhe kështu që ka me pas kalkulime, sidomos në fazë të grupeve, sepse secili ekip i madh do më thonë dueleve me ekipet mëdha, kështu që mund të me pas edhe kalkulime të vogla sportive gjithmonë, mirë po ky kampionat ka me qenë paksa më ndryshe se kampionatet e tjera për arsye se duhet ta pranojmë që luhet në 3 shtete, luhet në klima të ndryshme, ekipet evropiane tek sa kanë filluar ta marrin veten për shkak të ndërimit të kohës edhe të lartësive mbijetare, mendoj që ka me pas befasi, po gjithsesi nuk duhet harruar domethënë skuadrat të cilat janë jo të mëdha në atë zhargonin sportiv që ne i themi gjithmonë skuadra të mëdha, sepse nuk ka mos skuadra të vogla të mëdha në momentin kur gjitha janë në një vazo, në momentin ku gjitha janë pjesëmarrës në kampionatin botror, asnjëna nuk ka shkuar në kampionat botror se e don dikush apo është simpatik apo simpatike, mos harrojmë, në Itali është jashtë, kemi shumë kombëtare të mëdha që kanë mbetë jashtë kampionatit, ndërsa kemi kombëtare me ka 200-300 banor, të cilat kanë vënë befasi. Për me Norvegjia e fitoi përballjen e mbrëmshme, do të thotë ka luajtur në orët e para të mëngjesit, po ashtu me Francën janë dy ekipet të cilat tashmë kualifikohen, por mbetet e një pozita e parë. Që mund të përballen në 1/8 e finales me Gjermaninë. Është e vërtetë, domethënë Norvegjia për momentin e ka një ekip shumë stabil, domethënë kur të marrësh si komplet si ekip, i ka në çdo pozicion, i ka lojtarë shumë mirë, sidomos krati ka shumë të rrezikshëm me Bobe dhe Nusa. Gjithashtu e kena Haaland në qendër me Sørloth, Ødegaard, domethënë gjithë lojtarët i ka që luajnë jashtë Norvegjisë, domethënë shumë pak ka që luajnë Norvegji. Çështë afrimi tash kalkulimet bëhen, tash në varet Norvegjia nuk besoj që është për do me fitu vendin e parë, po prap Norvegjia do t'ja prish punë shumë ekipe, domethënë nëse bjen Gjermania do të jetë shumë problem për Gjermanë, se për momentin Norvegjisë janë, domethënë historikisht është ekipa më e fortë që ka pasur ndonjëherë Norvegjia. Po na tregon ajo Ru. Po Vikinga. çka i bie ajo Vikingat ajo. Është e kanë Vikingat domethënë. Si quhet ajo, se e bëjnë, i pa mbrëmë edhe lojtarët. Ru i bjen me ngre, domethënë është anija që kanë përdorur Vikingat përpara, edhe kur kanë lundruar domethënë e përdorin këto ru, domethënë apo këton Ru çai bjen. Sikur anijet me vela. Po vzak një vel, po. Me domethënë me tërhiq ru. Ajo ka edhe një porosi. Kujdes se na po vim. Po. Kështu që duhet të kemi kujdes edhe skuadrat me Norvegjin, pavarësisht se ndoshta dikush është pesimist se nuk do të shkon mirë, po Norvegjia megjithatë ka në radhë të veta shumë lojtar kualitative dhe është një skuadër e cila del me befasu, kështu që porosia atyre Vikingave nuk është edhe bashkë thjesht, sepse momentin kur e bojnë atë skemën e tifozllëkut që e kanë, domethënë e ka një paralajmërim që anija po vjen, kështu që edhe pe asoj anija duhet me pas kujdes. Dhe nuk është e vogël. Po dhe nuk është lehtë me të rreq. Zdiat ka radhë me në fitness center kanë. Është një lloj makine për ushtrime. E tërhiq si lloj anija, nuk ti ja ka këtu në Kosovë, është edhe në ulësh në ta dhe Jo, me ujë jemi rahat. Kemi badoz.
Po mendoj që futbolli norvegjez është më shumë i bazuar në topat vdekje, domethënë është e kanë pasur gjithmonë norvegjez në topat vdekje, domethënë pe krave kur e kanë një Holand gati 2 metër edhe sërlot domethënë janë shumë në kontrastul me janë shumë të rrezikshëm. I kemi parë Francën, Spanjën, Argentinën me Lionel Messi që realizoi 5 gola e udhëheq Argentinën drejt misionit për mbrojtjen e titullit. Unë mendoj, sipas mendimit tim, tash po flas gjithmonë në bazë çka kom pa deri më tash, unë i shoh si top favorit për momentin Spanjën edhe Argentinën. Mundet me ndodh befasi, po sipas grupit Spanja ka shumë ma lehtë për me arrit në finale, kurse të tjerat e kanë pak ma problem. Do të thonë Gjermania mundet më taku me Brazilin ose Me Francën. me Francën, do të thonë Anglia o janë një grup shumë i papërshtatshëm. Do të thonë Spanja, Argentina po flas si do të thonë e kam s'ka çka hub. E ka fitu titullin para kësaj here edhe A do thotë që se kanë atë presionin jo, se kanë presionin. 4 viteve më. I shellën lojë, do të thonë luajn qet, luajn harmonikan ndër veti. Kështu që i shoh si finalist tash varet tash. Tash edhe ka filluar tash mo dallu ekipet e dobta me ekipet e forta, do të thonë tash në rundin tjetër, do të thonë tash po shihet qartë dallimi. Afrem po i dëgjoj edhe kolegët anë mban botës, jo vetëm Kosovë, sepse tashmë edhe po ta mundsojnë edhe rrjetet sociale që të shohim analizat e ndryshme. Kampionati botror me 48 ekipe, me 12 grupe në 3 shtete për herë të parë, por ajo që më intereson është aspekti ekonomik, që e njeh shumë mirë. Do të thotë, a është e mirë se ardhën kjo për futbollin sot, për industrinë e futbollit, gjithë ky investim. Me vetë faktin që është organizu ky kampionat botror, do të thonë 3 shtete shumë të fuqishme, edhe me infrastrukturë, po edhe me një ekonomi të jashtëzakonshme, gjithmonë kemi thonë që futbolli është biznesi më i madh. Edhe tash duke pa parasysh për shembull klubet e mëdha që bojnë blerjet futbollistëve me kanë 150-200 milion. Normalisht që ato para duhet të vinë dika. Do të thonë shansi më i madh dhe edhe industria më e madhe në këtë rast është kampionati botror edhe ai evropian. Sepse edhe buxheti i FIFA-s dhe UEFA-s e bën një investim të jashtëzakonshëm në infrastrukturë, edhe shtetet përkatëse të cilat e kanë pranuar edhe kanë fituar domethënë organizimin e një botrori, normalisht që buxheti i tyre nuk është i varfër, po është superior, edhe ndajnë mjete për infrastrukturë, pastaj aty bëhet edhe drejta televizive, pastaj shumë reklama, pastaj shumë shitje të biletave, sepse ne jemi çuditur kur kemi dëgjuar për shembull edhe po ndëgjojmë që është $8,000 një bilet. Mirë po, kjo është ai sporti i shtrajt sistemi ne, sepse gjepi i varfër i jonë, për shembull në Kosovë, nuk e përballon dot. Mirë po, ja që bota është më e madhe, ja me miliarda njerëz të cilët po presin edhe kanë prit në rand që të marrin bileta, domethënë rasti më i freskët ishte pranë mes Francës edhe Irakut, ku shiu edhe një fortunë jashtëzakonshme, mirë po tifos të rreshin në stadion. Me këto po duam të lidhës që është një shkollë shumë e mirë edhe shumë e madhe për neve si popull, që thjesht tash e kemi mundësinë të shikojmë në rrjetet sociale, në për televizione ndryshme se si organizohet, si bëhet fitimi, domethënë rritet ekonomia, do ta dinë gjithë ta që merren edhe me sport, edhe me politikë, edhe me shtet, edhe me qeveri, edhe me Ministrinë të Kulturës dhe Sportit, sepse ambasadori më i madh i çdo shteti është sporti edhe kultura. Definitivisht nuk diskutohet, sepse me vetë faktin që ne i patëm 4-5 ndeshje në stadiumin Fadil Vokri. Vetë e dim, qytetarët e dinë, nëse po shpiku kurrë, e dim çfarë interesimi ka qenë për shembull për një ndeshje të shikohet kombëtarja e Kosovës. Sidomos para ndeshjes me Turqinë. Absolutisht, gjë që kemi shkuar edhe vetë domethënë, edhe në Rumani, edhe në Slovaki, edhe kudo që ka qenë kombëtarja jon, domethënë interesimi është i jashtëzakonshëm. E tash këtu ne duhet të kemi kujdes. Kemi mësi para disa viteve, 20 viteve më tepër, ndoshta edhe me pas dëshirë dhe nuk kemi pas mundësi, sepse nuk kemi pas mundësi hiç disa njerëzve që të shkojmë edhe të vizitojmë stadiume ndryshme nëpër Evropë. Tash e shetë të në gjithë botën, kemi edhe gazetarë tonë që janë drejt për drejt për shembull në kampionat, kemi edhe njerëz tonë edhe miq tonë që me një telefon të mençur nga stadiumi live mundet me shkruani një link, mundet me shkruani një sekvencë të vogël sa lejohet me rregulla të botrorit për shembull që të transmetohet në sekvencë çdo loje, është kënaqësi. Këtu duhet kemi mundësi që të vjedhim Mësojmë, domethënë çish organizohet edhe si bëhet kjo punë. Jemi në prag, kemi thënë më herët në organizim të lojrave mesatare që nuk dihet.
A do të na ikin këto lojra mesatare, por sidoqoftë kjo ndoshta është temë tjetër, por është një mundësi shumë Jo, e mirë. nuk është temë tjetër. Çfarë impakti ka do të thotë organizimi Po kërkoj shumë falë shkurt se jemi në këtë temë. Vazhdo. Jam për të vetmeve që kom ngrit zonën, domethënë qysh para 3 vjetëve, që jemi shumë vonë. Sepse kur e thash njënën për emisionin, nuk më kujtohet cila që lojrat mesdhetare janë nesër, fillun më nështyrë dhe po keshin. Unë e thash me ironi. Sepse nesër, për neve, të llogarit infrastrukturën sportive çfarë kemi, jemi absolutisht vonë. Nuk po du as me qenë pesimist, se nuk nihem si pesimist. Gjithmonë jam optimist, mirë po unë jam të friguar që do të dështojmë me lojrat mesdhetare. Duke pas parasysh infrastrukturën çfarë e kemi. Edhe mënyra që shpërshkon ndërtimit të rrugëve, turave, do me 4 vjet, 5 vjet një urë, 5 metra, 6 metra zgjat, e po presim ne të ndërtojmë pishina olimpike, e të bëjmë infrastrukturë, inshallah jam i gabum, po unë po frikonosh. Paka shumë e njëjta pyetje si për afrimin, do thotë një megaloni investimesh, po shohim ato dhjetat nëpër stadiume, do thotë po e shohim që pauzat janë pak më të gjata, do thotë për t'ju dhënë mundësi, janë shumë më shtrejt të drejta televizive, vetë fakti që pothuajse shumica prej mediumeve apo mediumeve publike në Evropë nuk i kanë të 100%, sikur se dhe radio televizioni i Kosovës, sepse ka qenë e pamundur se është kosto shumë e lartë. Si e vlerëson këto? A është e mira për FIFA-n edhe futbollin, apo investohet në sasi apo në cilësi? Si mund të përkthehet kjo në aspektin ekonomik? Në fakt për futbollin shumë e mirë. Në aspektin ekonomik për media, për shembull, një artikull e lexova në Norvegji, domethënë FIFA ka fituar miliarda për këtij botrori për shkak se i kena 48 ekipe dhe shumë kombëtare kanë pas mundësi që me marr pjesë, domethënë janë shit drejtat televizive, janë shit reklamat që i përdorin, domethënë ekonomikisht FIFA ka përfituar shumë parë. Domethënë që se ka afrimi edhe mediat normal këto që kanë pas drejtën e blerjes së shitjes, do të më shit një produkt e blen, do të më shit, domethënë është ekonomikisht sipas po bazona, çka kam lexuar, domethënë jo çka po mendoj vetë, domethënë FIFA ka përfitime marramendse. Në mesin e 16 stadiumeve nikoqire që janë në këtë kampionat botror, mesatarja e ulëseve është 65.000, që nuk ka ndodhur deri tash. Unë po flas për vete si medium kom pas mundësinë me shku, domethënë si reporter në Norvegjisë, po janë kanë çaq shtrejt, domethënë dikon 8.000 deri 10.000 euro është duft mas pakti pe gjepi të më jap për më shku, domethënë veç po të kanë arsyen sa përfitime domethënë kanë pas. Pastaj ato lëvizjet brenda. Lëvizjet po, domethënë ti udhimi me akomodohet treningat me përcjellje do të gjitha kushtojnë. Kështu që ekonomikisht kanë fituar më shumë dhe ka fituar FIFA këto, edhe televizionet domethënë që i kanë pas drejtet. Keni parë që në Argentinë po flitet që njerëz kanë hije edhe kredit, po mi siguru mjetet për me shku me përcjell Argentinën në kampionat botror. Edhe në Norvegji jo që kanë një kredit, po njerëzit kanë, domethënë kanë trafikim, kanë parë. Ajo kanë atje parë kanë investuar. Jo, ti japin parë bosh, po jo për më shku atje, po njerëzit janë kursimtarë, domethënë kanë kursy dhe kanë bërë kursime. Kanë bërë kursime shumë herë, domethënë planifikohen gjëra shumë herë, domethënë Norvegjia thuja vitin e fundit që ka ditë që do të jetë në kampionat, domethënë kanë filluar ato, po zakonisht ato pushimet prej punave, do të njerëzit punojnë, domethënë është pak me marr pushim prej punës, ma lehtë është, domethënë më koordinoj me shefin me. Kjo është një shkollë jonë, një shkollë për neve, edhe këtu duhet më ndërlidhë sepse imagjinoni ne po flasim për një kontinent, për kontinentet që janë shumë larg nga ne. Dashuria atyre njerëzve ndaj kombëtarëve të tyre nuk e ndalon asnjë kosto financiar. Me vetë faktin që janë 60.000, 80.000, 83.000, 75.000, 100.000, domethënë gjitha kostot janë në planin e dytë, sepse e dojnë shtetin e vetë. Na këtu duhet të marrim mësim, sepse nga këto mësime na duhet mësojmë për veti. Vinë të na, pa dashur me ofendu asnjërin, le që biletat janë për një ndeshje të kombëtarës tonë me një çmim i kapshëm për ekonominë tonë, mirë po kur bëhet nëse runa zot na herë kombëtare jon është duke hupur 1-2-0 minutën e 60 fillon të shfrytëzet stadiumi. Është gabim. Shteti o duhet o nuk duhet. Nuk mundesh me dash ti kombëtarën e Kosovës apo kombëtarën e Shqipërisë apo cilin do kombëtare, edhe klubin besabes. S'mundesh me dash kur fiton
edhe jena në rregull. Mirë po, futbolli për ata është atraktiv, edhe humbje dhe fitore. Sidomos shteti duhet të duhet në gjitha format. Pa marrë parasysh pse Kosova nuk është shku në botëror. Dëshira ime kishte më sa më bë dhe kampion bote. Mirë po realiteti është ndryshe. A kemi mri? Absolutisht. As optimistat më të mëdhenj nuk e kanë besuar se ne kemi me mri deri në këtë pikë që po në ndeshje, fati nuk deshti që ne të jemi vend të Turqisë. Madje kemi luajtur edhe më mirë. Absolutisht. Mirë, por nuk do të thotë se çdo herë që ai që luan më mirë dhe fiton ndeshjen. Kështu që kjo është një mësim shumë i madh. Duhet t'i dujmë njerëzit tonë. Ne nuk duhet ta anashkalojmë absolutisht dhe ta harrojmë veprimin e një pjesë të tifozerisë tonë. Kush do qofshin ata? Edhe fëmia jam nëse është në pyetje. Ti fshkëllohet, të fyet Granit Xhaka, është turpi më i madh që na ka ndodhur në Kosovë. Dhe sa vjen Ibrahimović edhe bëhet kolon të Sfis Diamondi 1 kilometër me dalë fotografi me Ibrahimovicin. Respekt. Ka kalu koha aty. Ne kemi Xhakën. Ne kemi Shaqirin, ne kemi Fisnik Aslanin, e kemi Vedatën, e kemi Rashicën, e kemi Ramanin, e kemi Arbër Hoxhën, e kemi Koranisën, e kemi atë Futbollist shumë. Albion Ramanin, kemi futbollista fantastik, Zhegrovën që po vinë. Ne jemi krenar me Xhakën. Pa marrë parasysh për këndun. Nuk ka pas fat Xhaka të lind në Kosovë vitet 90-ta. Kur ne kemi qenë të okupuar. Ka lind më herët edhe ka shku kjo. Është njësoj, sikur me ju thonë gurbeçarëve tonë pse ke shku me jetu në Norvezhi për një jetë më të mirë. Këtë realitet duhet ta pranojmë. E tash na ka një herë një pjesë jo shoqërizohet, nuk janë kretë për një përqindje vogël, le të më marrin si dojnë, le të shohin sa dojnë, se ka mas problem. Mirë, po nuk e krahasojmë në Ibrahimovicin me Xhakën absolutisht. Kur e prijet. Sepse në momentin kur Xhaka dhe Shaqiri eliminun armikun ton historik nga kampionati edhe bën në atë shqiponin magjike, gjithë shumë bravo, patriot. Tash po lun kundër ateje me një kombëtare tjetër, është tradhtar. Pse? Jo vlla, nuk bën ashtu bre. Nuk bën ashtu. Pa marrë parasysh çfarë është, Messi na tha mojnë mi kokë. Argentina plus i ka marru për mendore për zgjallje. Që është një operasteve të rrallë ndoshta në futboll. E tash ne dalim edhe i fishllojmë Granitit. Vend që mi ashtru të pi në kushpe aeroportit deri në Prishtinë, sepse është ambasadori më i madh i kombes shqiptar në sferën e sportit. Kanë filluar tallet në media sociale po i vren bosnjakët. Bosnia që për herë dytë merr pjesë në kampionat botror, njëri i kishte ftu miqtë e tij në darkë, edhe ka i kredit për më shumë me shiku Bosnën në SBA dhe e kishte lënë gruaja. Do thotë i ka lyp gruaja divorc. Edhe do thotë çfarë i fakti ka futbolli. A beson kum qesh. Definitivisht. Do thotë ja mundësia nëse doni me të lënë gruaja. Po, shkon në këshillë kampionat. Do thotë çfarë i fakti futbolli. Po shnak nije me Absolutisht. Kështu që kur jemi për shembull te bosnjakët, unë e lexova dikun edhe ishte shumë realitet, domethënë që gjysa e futbollistëve të kombëtarës bosnjake nuk din të flasin në gjuhën e tyre. Fakt. Secili futbollist i kombëtarës ton, kudo që luan, e flet gjuhën e shqipe pastër. Pastaj ne për si Kosovë, se po du ndoshta më të nru pak temën, po nuk jem në të thirrur që të bëjmë analiza për ndeshjet më të kampionatit botror, sepse do të më qenë më të mirë se ata trajnera për me bëna analiza. Po du më thonë për shembull që një Kosovë e vogël, ku unë e një vetën si pjesë asaj, sepse 20 vite i kom kalu në udhëheqjen e klubit më të madh mbar kombëtar. Pastaj që kjo Kosovë e ka furnizuar gjysmën e kombëtarës së Shqipërisë me futbollista. Që kjo Kosovë edhe stadion me preordhë nga Kosova e kanë bërë gjysmën e kombëtarës zvistrane, e cila po korr suksese në evropian dhe në botror. Dhe janë pjesë e historisë së Zvicrës. Që kjo kombëtare, që kjo shqiptar të Kosovës e kanë pas kapitenin e Malit Zi, shqiptar. Beqiraj, Fatos Beqiraj. Për shembull, që kjo kombëtare e Kosovës e ka furnizuar edhe një pjesë të kombëtarës së Maqedonisë së Veriut. Kështu që na duhet mburremi për një vend kaq i vogël, jemi një farë mini Brazil i vogël. Edhe kështu që gjithë futbollistët tonë që kanë dalë e kanë mbrojtur me dinjitet sportin tonë. Unë e më shumë mirë Xherdan Shashirin në finalen e madhe të Champions League-s në atë kohë, domethënë Bayerni kur ka luajtur me Manchester United, i cili shpalos flamurin e Kosovës ende pa u njoft ai flamur. Domethënë, ajo është një porosi, nuk domethënë vetëm me marr pushkën me dalën me ja kthy armikut tytën. Mirë po, edhe në këtë rrafsh e kanë ditë mbas këtyre dyve, edhe më herët, edhe Milan Rama kur ka qenë për shembull pjesë
I pari, I që e ka pari, nis. edhe Ardian Kozniku. Edhe shumë futbollista tjerë, mirë po momentumi ka qenë i Gjakës edhe i Shasirit në atë kohë. E pastaj dunën Vedat Muriqi në një Spanjë cila nuk njeh fare. Do të thonë politikisht në rastin politik Spanja nuk na njeh. Mirë po Vedat Muriqi ka shpalos Kosovën midis Majorkës. Kështu që a jemi krenar? Absolutisht, duhet më qenë krenar. Edhe na respekt secilit. Unë jam fans më i madh i Mesit në rastin sportiv. Po besomni, pe them me sinceritetin më të madh për het parë në këtë studio. Tash me ardh puna a Mesi a Xhaka, bindoni se zgjedhë Xhakën. Sepse është shqiptar, na ka bërë krenar, e du Mesin, definitivisht po. Është i parritshëm gjithas. Mirë po, tash unë llogaris Xhakën në Mesin e Mesit, sepse ka lujt kundër Mesit. Ka lujt në çat nivel. Është pjesë një kampionati ku luan edhe Mesi. Du ta pranojmë, mirë, po Është jo tash. kampion bote me 3. Definitivisht. Po jo tash na ta ofendojmë futbollistin e përkastisë tonë kombëtare me një futbollist tjetër, absolutisht jo. Absolutisht jo, edhe turpi më i madh prapë potencoj ai njeri qoftë edhe djali jam apo baba jam pyetje që e ofendon Xhakën. Është turp. Kemi futbollist shqiptar edhe Zenelin, që ka qenë pjesë e Kosovës U21, po luan me Suedi në kampionat botror. Unë kisha fatin tash ta përcjellë Besfortin kur patën ndeshje miqësore me Norvegjin. Besfort Zenel, do të thonë vllahun e Zenel, do të thonë një lojtar shumë i mirë, është mëkat që e kanë hup një lojtar, por nuk e dim arsyet pse çka ka ndodhur. Po prapse ai në intervistë që e pat me një gazetar shqiptar, më thonë tha që unë e përfaqësoj edhe Kosovën këtu, domethënë që rreth si ofrimi më herët. Prapse na nuk e dinë rrethana se çka ka ndodhur intern, nuk e dim pse arsyeja pse largu, por ai tha prapse unë në një vetëm. Rrethonat i bojnë njerëz të papërgjeshëm në shumë studio televizive fatkeqësisht. Sepse nuk është drejt ta akuzohet asnjëri. As sidomos në këtë kohë. Unë thash pak më herët potencialisht prapë sepse ata që dojnë edhe njohin futbollin mund më kuptuan në mënyrë më të mirë të mundshme. Ai njeri i cili është laik edhe ti foli sa dush ai s'merr vesh. Mirë po në këtë kohë prap pe them, nëse është sikur më thon, pse ke shkuar në Norvegjit me jetu, e s'ka në Kosovë. Sepse është kohë e modernizimit, ku është e mira e të mirës që Kosova të prodhoj talente edhe ta përfshin këtë botën, sepse kemi gjithmonë një ambasador më shumë në për shumë vende të tjera. E tash pse s'ka ditë, ndoshta trajneri është gabim, ndoshta ai i cili bën përzgjedhjen e futbollistave mundet me qenë shumë i gabuar. Shumë i gabuar. Ose faktorë tjerë. Absolutisht. Unë e kam përjetuar vetë. Domethënë kur ka qenë Vedat Muriqi me një rrogë 200 euro në liri të prezenit, asnjë klub i Kosovës nuk ka dashur me marr. Domethënë gjithë kanë gabu. S'kan gabu kryesitë e klubit, ka gabu trajneri, sepse trajneri i mirë den me lyp edhe mallën e mirë, den me lyp futbollistin e mirë. E kemi gabu për shkak të Arbër Hoxha. S'kan ditë me marr, djali ka shku në Kroaci, ka shku në kombëtarën e Shqipërisë, edhe bëri namin. Domethënë nuk do të thotë që tash ta akuzohet pse ka shkuar me lut për Suedin, po le të shkojmë pse mos më shku. Absolutisht po. Momenti që ti s'din me rujt, edhe mja ditë vlerën. Mja ditë vlerën mallit tënd ta merr koshia. Këtu janë në rregull këtë drejtim. E tash pretendimet edhe ato folklorizmat patriotike, ai s'është shqiptar, se dash marrë me lut po. Pse ke shkuar në Gjermani? Pse ke shkuar në Suedi? Pse ka shkuar djali jam në Zvicër? Ka shkuar në jetë më të mirë. Domethënë, ne s'kemi pas mundësi mi u bë këtu vendin, edhe dorën zemër nuk i nxen gjithë kombëtarja e Kosovës. As e Shqipërisë, as e Austrisë, kemi plot përfaqësuese për shembull që kanë futbollista me nënshtetësi austriake dhe lun me nënshtetësi të Austrisë, po është krejtësisht nga shtetet afrikane atje. Kështu që kjo është e natyrshme, duhet me kuptu pozitivisht, me rëndësi është na me pas gjithkund nga një derë hapur. Ka një ambasador është më mirë për ne. Unë mendoj që e kem hup një aset kombëtar, e kam fjalën për Besfort Zenelin, se për me lu në ekipin kombëtar suedis do të më shku shumë filtrizime, domethënë nuk është veç hajtmarr se po të njoh. E ndëgjova intervistën e këtij me Prior dhe Kurde Gjermanisë, sulmuesit Stuttgart që dha 2 golla me Gjermaninë. Ishte një intervistë para se me marr për vem, tha do të më kon 2 herë më i mirë se Gjermani, tha për më arrit. Po definitivisht. E po do të thonë që kemi hup në lojtar shumë mirë, po inshallah tash e mas punojmë pak më mirë, domethënë punojmë me talenta të ri, se kem talenta nëpër Skandinavi, Zvicër, kem talenta shumë të ri, kështu që më jap kohën edhe pajtohem me plotësisht me afrimin, kemi një kombëtare shumë të mirë. Definitivisht. Unë nuk po them, po them ato që unë kam përjetuar vetë.
pa dosh të me përmen emra, po na kemi trenera këtë që ma kanë largua me Ramonin për Stërvitës. Edhe ka thonë, kësi të marej ka 2 ditët. Që është çmenduri. Këto duhet se cili trener të flasë me vetë vetën. Tjetë vetë kritik, sepse i kemi lëshu vetë ne i kemi lëshu një. Do me thonë, futbolistat që kanë bon nam me parasitjet e para dyta, Amir Ramonin e ki Napoli, kampion Italisë. Lojtar fantastik. Madje 2 herë kampion i Italisë. Lutem. E tash, çka duhet me i thonë aty në trenera? Tash, unë me ndëgjua trenerët të më bënë analizë, mu për shkakun që shlunë Portugalia, që shlunë Brazili. Lutem. Unë kur nuk është teme imja nuk futem. Mirë po, a janë gabimet të jashtëzakonshme. Tash, kanë gabu në përzgjedhje. Sikurse një klub futbolli i cili bën gabime trashanike siç ka bërë Prishtina janë për shkakun. Momentin kur e ka lëshuar komplet një kustor të ekipës për 8 futbollistave, e ka ditë me përzgjedhje Lirdaja, e ka marrë në Ballkan të Suarekës edhe u bë i fitoi milionat. Është mençuri, hallalli qoftë, ja kam marrë publikisht edhe prapë ja uroj. Do të thonë, duhet me ditë. Momentin kur ti nuk din edhe del tash më tregon çka duhet me bëu nëse të ngoj ty se ti nuk je adekuat për atë punë. Unë ashtu mendoj. Mirë, po në këtë rast, me lëshu futbollistat e mirë, e kur e merr ai me thonë, ky ka katërator sortë unë pse? Duhet me vetë vetëm pse? Pse ka shku? Nisë është sikur më thon Xhakës e Shashirit, pse ke shku me lut për Zvitën para 15 vjetëve. Ose 20, so e ka. Domthonë në atë kohë s'kemi qenë as në horizont FIFA-s dhe të UEFA-s. Çka më thon aty, merre ka sin rre këtu? Jo përkundrazi. Ata janë me karakter, ata djem që janë kont shantazhum pe shumë personave, i kanë lypë edhe para për me shku me lujt atje. Domethënë e kanë nuk i ndalu, kështu që karakteri i tij, futbollistit, i liderit, i kapitenit, pe tregon edhe në fushë që është lider i vërtet. Një lojtar i cili e ka ushqu në Londër, e kanë fyt gjithë tifoz, edhe ka arrit me parasitje në fushë me i bot tifoz prapë për veti, unë nuk di çfarë do të më folë më atje. E tash më dëgju, tyli palas që të dalë të thonë ky është s'den e ky, aty nuk e leje. Ti mundesh me thonë për mua. S'den me kënu ta pranaj. Se s'pëlqen. Ose më pëlqen se gati rëzua. Po, me talë me thonë, Gjaka nuk është, është absolutisht, është e papranueshme për neve dhe është fyse. Kur një botë e tonë qohët për mesin, edhe unë qohëm kam, e thash, i kanë marru për mendore për zgjalli. Ne i fishtojmë legjendave tonë. E kur des më ndojë konë vëllaj mirë. Ja, leja. Dima stadion gjallë që ka thonë ai, se kur des, s'ni kur gjo. Afrem, si i këndon një çift i ndarshëm për shembull. Si e sheh një finale Afrem Uqiqi të këtij kampionati botror? Është vështirë, domandë unë nuk kam qef shumë me dalë nështë edhe qesharak, po definitivisht po thomë është problem me jashqëllu, po me gjithë aty tash mbarë, dëshira është diska tjetër, bazë të këtyre ndeshjeve është heret me përcaktu, sepse tek veç është në përfundim kjo faza e parë, pastaj ka me pas shumë befasira. Unë dëshira jam është me qenë për shembull Argentinë, Spanjë, Francë, po prapë po thom, unë jam e kam një farë, jo frikë, po mjep shumë shë e Japoni, do më thonë komtare e Japonisë. Absolutisht kam e qenë befasi, shumë e kanë shme e këti kampionati. Këto që atë unë jam dykon. Që atë dykon. Unë dëshira ime shkon Norvegjia, pasi ato atje, po nuk do të shkoj larg, po nuk besoj që është pretendent, po është një lloj outsider. Po në bazë çka kompotre me tash Spanjën në Argentinë i shoh në finale. Mundet me ndodh befasia, po sigurisht. Janë ekipe të kompletuara, kanë lojtarë të mirë. Argentina s'ka presion kur fare, fitoj, kështu që për mendimin tim këto dyja i shoh në finale, po që se ka fillim herët kam e pas shumë në fazën tjera kam e pas shumë lojë interesante. Zvicra do ta ketë sfidën e fundit me Kanadën. Dueli drejt për pozitën e parë. Unë besoj që Kanada është shumë kaluar mirë, është një futboll të shpejtë që ka zhvillon. Besoj që edhe pse Shaqiri, që Gjaka ka lënë atë dëshira ime, edhe Jashari lënë atë dëshira është me Zvicra me fitu, po nuk e shoh një fitore Zvicrës. Kanada është për momentin janë shumë kaluar mirë. Në këtë fazën fillestare tash nuk e di, po në bazë çka kam pa sistemit si e kanë edhe shpejtësisë, futbollit atraktiv, Kanada është pak një qerek që thojnë pak më nalt se Zvicra. Po i ka të përparësitë e veta, parasysh se janë vendas, janë të adaptuar në atë klimë, po megjithatë nuk do të jetë lehtë edhe për Kanadën, po mendoj që
Zvicrave që ka marrë vetën edhe normal tash dëshira është për Zvicrën, po megjithatë nuk janë kanadez për shkakun për të nënvlerësuar, ka më qenë lojë shumë e vështirë me shpresë më të madhe që Zvicra të kalojë tutje. Afrem, para se ta përmbyllim emisionin, sepse po i shoh minutat që kanë fluturu, që Shpejt. as vet nuk e di ka. Është interesant që kur ti kthehemi edhe një herë te Kosova, sepse lidhet me kampionat botror. Ishim vetëm 90 minuta. Por nuk do thotë kjo që nuk do të kemi mundësi për kampionat evropian, nis cikli i ri i Ligës së Kombeve në muajin shtator. A do thotë që Kosova duhet të përgatitet që nga tash për ngjarje të mëdha. Kosova në momentin kur ka përfunduar ndeshjen me Turqinë duhet është dashur edhe ish dashur edhe mendoj që kanë bërë atë punë që të fokusohen pikërisht në këto kualifikime të cilat na presin. Sepse ka pas mundësi edhe selektori jonë po edhe futbollistat tanë ta shohin brëm ndeshjen e Austrisë. Domethënë ta analizojmë parafërsisht pak si do të mirë, por ne kemi një problem tjetër që Kosova duhet të fokusohet më tepër në atë aspektin psikologjik, në aspektin e presionit të jashtëm. Nuk e di a ka ndaj formë juridike e cila kishte më mundësu që mos të jepet mundësia gjithkusht të flasë për kombëtarën. To po them me një qëllim edhe një porosi shumë të qartë sepse më dham shumë, absolutisht nuk më dham pse Kosova nuk shkoi në botror këtë vit. Më dham shumë humbja me Maqedoninë e Veriut. Edhe derisa të jam zonë nuk do të harroj atë moment. Sepse ka qenë histori para këtë historive, mirë po fajtori numër ne që Kosova nuk ka marrë pjesë në atë kampionat, jemi ne, për shi edhe vetëm, në për debatet televizive 3 muaj para asaj ndeshje. Po lun ky, pe vrojnë Fadil Vokrin, pe shtim Borga Gimademi. Domethënë, që ka pas presion, jashtëzakonshëm, pe njerëzve të papërgjithshëm për këtë punë, saqë definitivisht ka ndikuar në ndeshjen edhe na kemi humbur. Sepse futbollistat tonë janë gjithë shqiptarë. Futbollistat tonë dëgjojnë edhe Radio Kosovën dhe gjitha televizionet tjera i shikojnë. Edhe dinë me lezu shqipre. Nuk mundesh me dalë në një emision 3 orë edhe ta analizosh selektorin Foda apo Çalandas apo atë tjetrën apo këtë tjetrën, kur ti s'ke shku pej Merdarit deri në Vrbnicë e tash po del po analizon o penrojmë trajnerin o ka ngabu o s'ka ngabu, nuk ban. Unë po mendoj që është dash një kriter me qenë sa do pak i vogël që Federata e Futbollit të Kosovës del edhe te bën një farë modeleve kush ka drejt jo për gjithkush, edhe që është më keq një fenomen që po ndodh sidomos në komunitetin sportiv. Çdo sen që është e keqe po bëhet tepër virale. O në atë kohë, më e men shumë mirë. O s'lun Moriçi, o s'lun Rashica. Kush është bë Moriçi e Rashica në fundit? Nuk identifikohet kombëtarja e një shteti me 2 persona. Sepse në momentin kur ata tjerë këshyren edhe thonë ka dalë për kyena vena. Çfarë është kjo për natë veç dynjes po përmendem. O respekt Moriçit e Rashicës e secilit. Futbolli nuk është boks, futbolli është lojë kolektive, duhet me qenë shumë kompakt. Domethënë, mungesa e atmosferës sportive, presioni nga jashtë i shumë njerëzve të papërgjithshëm ka ndikuar që Kosova ta humbë ndeshjen me Maqedoninë e Veriut. Kështu që këtu duhet fokusohen. Jo vëlla secilit, në një kriter pak duhet mësohemi sepse kemi marrë mësim. Nuk mundet me fut gjithkush kurrin kombëtar e Kosovës. Nuk mundesh me shku në stadium kush dën stërvitje kur ka stërvitje kombëtare e Kosovës. Imagjinoni çfarë kritere ka në kampionatin botror evropian. Besa të klubeve të Evropës. Te na shkon një kush dën zgjeshtore, i përshëndet futbollistat, shkon ai kryetari i parlamentit, ai qeverisë, ai komunës, jo, larg aty në mohabet. Larg. Nuk ke pati hala asnjë president shteti, edhe çfarë eventi është për shembull botror që është fut presidentit për pos në raste të në finalet madhe që fitohet Kupa e Botës apo Evropës, këtu për interesa politike, për një fotografi në Facebook, gjithë shkojnë. Kur vjen puna për infrastrukturë, s'ki 3 toalete si ki stadion. Realiteti hidhur, vjen keq. Ka shumë të ndërhyjtë afrimi, domethënë 2 tema që se kem 1 minutë ose 2, domethënë Norvegji për shembull, kur lun kombëtarja, biletat fshiten atë ditë që konfirmohet. Pa parasysh kush vjen. Janë nacionalista shumë të fortë sa i përket futbollit. Domethënë biletat më herë si të konfirmohet loja, janë shit biletat. Vin fëmijë të rritin në biletat, domethënë është absolutikisht. Mediat. Media më thonë e kanë çdo media ka një redaktor, domethënë që e kontrollon. Ti ke mu pa ditë për shpifje. Banen gjatë komentit në intervistë, ka incizuar intervistë. Është me ligj. Çdo emision që shkon do 365 ditë do të më konë incizon. Janë organet e rendit që hinë këshirë, domethënë sakt.
gjithmonë do të më pas nër kontroll çka po thu. Kurse sa i përket kombëtarës, unë mendoj që kanë bën një progres shumë të mirë, Foda ka bën një punë të jashtëzakonshme. Ndoshta është ky maksimumi i tij, po ka bën u zgdosh të marrë një trajner gjerman që më bën një progres që ka tash Kosova. Unë jam i disiplinë. Unë jam i kënaqur kur të kishosh grupin që ka pas Kosova. Jam i bindur që nuk ka rrallë kur që ka besuar që ka marrë Kosova. Definitivisht. Me shumë Absolutisht. me pas një grup një Zvicër, një Suedi që është jashtëzakonshëm pse fati kemi qenë bashkë, domethënë e kemi përcjell Suedin. S'kam besuar për unë jam kon absolutisht më thonë që Kosova s'ka shans me fitu në Suedi, po që kanë bërë ekip mirë, disiplinë të madhe, po që shpota dhe afrimi, mediat janë të shkatërru futbol. Definitivisht, një pjesë shumë e madhe. Tash, a kanë qëllim, ose kanë qëllim, ata din vetë se cili për vetën. Mirë po me pas, prapë po thëmë, nuk e njof rregullat e gazetarisë, po me pas një kriter. Përfundimisht, une ja kësha ndalu se cilit që nuk është kompetent me folë për atë. Mund është me dalë me mojët emision 2-3 orë të akuzu pa të drejt dikon. Qka u bota, shagim ademi, ako ka i mira i kesh? Mus më intereson pjesa private. Mu më intereson suksesi kombëtarës tonë. Në bazë të statistikave jemi për herë të parë në histori në këtë pikë ku kemi mri. Për mu është sukses. Problemet tjera është gjykata përës, nuk du me diskutu. Mirë, po tash me i përzi krejt. Edhe me shti, qërë në klub futbollit se unë ku më dhejtë shumë. Në klub futbollit ku nuk ka atmosferë të mirë fjalë sportive. Ekipin më të mirë të Evropës e ki të kotë. Kjo ka ndodhë të na. Kjo nuk gëzon më në ndodhë. Sepse u poshe me ardhën një trajneri cili ka pak një dorë më të fort. U kriju atmosfera, ne nuk e patëm më problem as Suedin, as Turqin. Bes, fati sportiv, mirë po ne jemi... Ati, këtë kemi qenë bindur që e më poshtë në Turqin. Lutem, e tash, çka do të me bo? Do të mu forcu. Do të tifozat sidomos. Kombëtarja, ju lutem, kombëtarja duhet 24/7. Jo, si turneri futbollit Bajramit ja vitit 3. Nuk është kombëtarja ashtu, as klubi, po sidomos kombëtarja. Sepse shteti nuk duhet para dite e mas dite me shah. O duhet o nuk duhet. Jetë u 2-0 minutë stadiumi shpras. Nuk ka logjika ja. Do të thonë ti nuk je tifos. Ti veç që lula se është hajt shkojt këtyre, ndalë të shka mirë më zdalë që në përshkojnë shpe. Jo, ata në shi e në borë, se i përmenë ata vikingat atje. Mandej, s'kem nevoj me shku më larkë. Nuk kemi Kroacin mike, që janë tifos më fanatik, ndoshta në këtë Evropën. Njerëz të cilët desin për stemën e shtetit vetë. Kështu që, kjo mjafton për neve. Afrim Muqiqi, faleminderit shumë që ishe pjesë e Radio Kosovës dhe këtij emisioni special. Unë vetë dashta me prek do tema jashtë kampionatit, sepse nuk na muj me dhonë dëshirat, mendimet tona, mirë, por mendoj që më të mira janë qëto, sepse na vlen, sepse na përkasin neve. Shqyrë zote që kemi mrinë këtë stad, edhe jena të barabart me të gjithë, kjo është e rëndësishme. Do më thonë, mes ta futbolista që kanë lujt në botëror, Kosova është përballë. Kosova ka lujt bashkë me ta. Kështu që na jemi tash të barabart. Nuk këcojna me ofendu vetën me ranë në nivel ma poshtë se ku jemi. Jo, kemi mri me punë se s'na kanë marrë ata që jena burat mirë. Po ke arrit, ke kalzu shiki, bërën mirë, ke dalë, i je barabart me ta. Faleminderit shumë për këtë kohë, faleminderit Femis Ejdijaj, që ishit pjesë e Radio Kosovës dhe këtij emisioni special që ja kushtuam në tërësi kampionatit botror. Sigurisht që temat e tjera që lidhen edhe ekskluzivisht me futbollin janë mirë se ardhura, sepse tek e fundit të gjithë kemi misionin e njëjtë. Definitivisht. Edhe qëllimin e njëjtë që ta shohim Kosovën dhe sportin ton sa më lart që është e mundur. Të nderuar dëgjues dhe ju që po na shikoni drejt për drejt në faqen tonë zyrtare në Facebook, më besoni që po të ishte edhe 2 orë emisioni, do të shkonin sekondat shumë shpejt, sepse me afrimin edhe me Femin gjithmonë është kënaqësi me bashkëbisedu për futbollin. Në emër të ekipit realizues të emisionit special ju falenderojmë shumë. Edhe një herë faleminderit Dera Sport për këtë skenografi. Ne takohemi nesër në të njëjtën kohë me panelistë të tjerë. Faleminderit shumë. World Cup në RTK Radio.